رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله فيه ذنب ملامه للي يسب المصطفى ويتباهى من حلها الكافر تعمد حراما النار عن طوبى بكفره بغاها الله يجعل شلته في منامه وامراض جسمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na dalloi për shumë krijesave, na mundsoi që fjalët e tij të ndëgjojmë dhe lutim Allahun Azza wa Jall që nga fjalët e Allahut Azza wa Jall dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të përfitojmë. Ne me leje inshallah këtë ders do të flasmi që jemi në një prag të një feste të huaj, që të njihemi se cila është kjo festë dhe festa e kujt është. Kjo ka të bëjë me ditën e Shëngjergjit. Pra titullohet Dita e Shëngjergjit, festa e kujt. Nga se Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim e ka porosit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të njofton pasardhësit e tij dhe t'i thot kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al mushrikin. Thot Allahu Azza wa Jall Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, thuaj o Muhammed, thuaj se unë tharas dhe ato që më ndjekin rrugën time, pra tharasmin dinin Allahu Azza wa Jall me fakte dhe argumente. Pra rruga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rruga argumentit dhe rruga e pasardhësve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është rruga e Muhammedit. Pra çdo kush që dëshiron ta ndjek rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do e mos duhet të tharret dhe të njihet me argumentet e çdo sendit që ndodhin në sipërfaqen e tokës. Pra dhe ne jemi ato që ndjekmi rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me fakte. Dhe siç është e ditur, në veçanti në kohrat më të vjetëra, se dita e Shëngjergjit dhe dita e Shmitrit kanë qenë kalendar për shumë njerëz. Pra ne inshallah me emrin Allahut Azza wa Jall do të njoftomu me ditën e Shëngjergjit, si ka dëpërtu dhe prej ka e ka për ardhjen, dhe cilët janë komentet të cilët në i rëfejnë neve mbi këtë ditë,
që faktikisht si një dhe është e ditur tek besimtarët se si pas titullit nuk ka mundësi të jetë fest islam. Për këtë arsye, ne mendojmë se çdo musliman duhet të njihet me këtë ditë. E në veçanti ku ka treva dhe vende, ku edhe më tej vazhdojnë të kremtojnë dhe të festojnë këtë ditë. Pra dita e Shinxhergjit është një ditë e huaj, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibr wa dhira'an bi dhira'. Pra kemi me ndjekën umetet qera, hap pas hapi dhe plom pas plom, derisa nëse përpiqet njani prej tyre të hinë birën e hardhucit, tha pejgamberi Allah, do të ketë prej umetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që do të përpiqet të vepron dhe atë. Pasaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith, derisa nëse njani prej tyre, zura Zot, ban zina me nanën e tij, do të ketë prej umetit tim që do të përpiqet të emiton ato. Than ja Rasulullah, e ke për qëllim krishterët dhe qifotët? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra kush është përpos krishterëve dhe qifotëve? Megjithatë, pejgamberi Allahut nuk i ka përfshin në këtë hadith të gjithë muslimanët. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu ta'ifatun min ummati, pra një grup i shpëtuar, një palë e ndihmuar, nuk do t'i emiton të qerët, po do t'jetë përcjellës i sunnetit të pejgamberit Allahut, dhahirina alal haq, që përmban mbi të vërtetën, pra këtyre nuk i ban dëm ato të cilët i tradhtojnë dhe i zhgënjejnë, derisa të vjen dita e gjykimit, apo deri para ardhjes së ditës së gjykimit. Pra vëllezër të ndershëm, dita e Shinxhergjit nuk është ditë as fetare e muslimanëve, po nuk është ditë as kombëtare. Edhe pse disa kombëtar përpiqen që këtë ditë ta lidhin me Gjergj Kastriotin, pra me lindjen e tij në 5 maj të vitit 1405. Një datë që s'ka mundësi dëkush ta vërteton se vërtet që Skënderbeu ka lind në këtë datë, aq sa ka mundësi ta vërteton vendlindjen e Skënderbeu. Pra kjo nuk është as fest kombëtare e as fest fetare, po as ndërkombëtare, siç është e ditur tek të gjithë. Megjithatë, në përpjekje për të devijuar muslimanët prej parimeve dhe burimeve të sakta, i kanë lidh njerëzit me shumë festa të cilat për çdo ditë ndëgjojnë: festa e drunit, festa e gjethëve, festa e nanës, festa e mësuesës, festa e dashurisë, festa dhe festa, derisa jam bindje nëse vazhdojmë këtë mënyrë, s'ka me na dal viti për mi da ditët e festimeve. Pra kur do të ngelin ditët e punës, as unë nuk e di. Për këtë arsye, Islami faktikisht na ka sjell di festa madhështor, derisa transmeton Enes ibn Malik që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shkoi në Medinë, i gjetë medinasit që kremtonin dhe festonin një festë të huaj. Dhe i pyeti pejgamberi Allahu, çka është kjo ditë që u kremtoni dhe u dëfroni? Tha, ja Rasulullah, kjo është një ditë që u dëfroshmi ne duke qenë në xhailjet para Islamit. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha, Allahu azza wa jall ja ka zaventsu festat e qera me di festa madhështor. Ato janë Kurban Bajrami dhe Fitr Bajram. Tha pejgamberi Allahut, pra Allahu azza wa jall ja ka zaventsu. Pra nën kupton se nuk lejon që muslimanët të i bashkangjitet
qerave festa, por këto di festa që Allahu Azza wa Jall i ka kremtu dhe i ka gëzu muslimanët, dhe festa javore e cila dvi dita e gjumos, që nuk kremtohen në për livadhe, po kremtohen dhe festohen në adhurim, në prezentimin e shtëpive të Allahut, në vendet më të dashura të Allahut. Jemi përpiqur që të ulumtojmë prej kana ka arshin gjetë. Pra kemi gjetë komente të ndryshme të krishterëve që vllai dashës s'ka të bëjë as 1% me të vërtet. Megjithatë ne do t'i rrëfejmë që të bindesh ti vetë se këto faktikisht nuk ka të bëjë të vërtet. Komente të ndryshme. Njani prej komenteve të priftave krishterë kanë thonë se Shën Gjergji ka qenë një njeri që ka linë në vitin 275 si pas atyre me kalendarin e ri të epokës së re. Dhe ki gjallë është lindur prej dy prindëve krishter. Baba i ti është mbytur për shkak qëndrimit në besimin krishter në dorën e paganëve. Dhe ki gjallë rritet me nanën e ti në Palestinë, e pasi taj në moshën 18 vjeqare, shkon për ta krin ushtrin dhe dallohet me trimërin e ti. Derisa të ven viti 303, kur perandori asaj kohe i quajtur Dioklecian dhe ndihmësi i tij Galer vendosin paganët që t'i rënojnë kishat dhe të zhdukin krishterizmin, pra mos të kenë të drejt krishterët as drejt politike e në as një aspekt. Pra si pas atinve kishen Gjergji, pra Gjergji i quajtë në moshën 28 vjeqare, si pas atinve zgjedhi rrugën e mbrojtjes së krishterizm. Pra si shdijet se krishterët i kanë taku besimit islam deri vitin 303. Pra ndëgjoj këtë rrëfim, ato të cilët nuk e din se ndarja e kishës katolike dhe ortodokse pika ka ardhur. Kjo ka ardhur në vitin 303, kur priftat e kishës katolik, apo në vitin 326, për çka se si pas një transmitimit, në vitin 303 priftat nuk janë pajtu që t'i besojnë 3 zota. Pra ju është imponu në vitin 326 që në vend të besimit një zotit t'i bojnë 3. Dhe kisha ortodokse nuk e ka pranu, me selin e saj në Armeni, e pas dishekujve dhe ajo e ka pohu atë besim, pasi që faktorët politik kanë ndikuan në çështjen e besimit të tyre, si dihet tek muslimanët është e qartë. Pra ki transmeton dhe thot kinë se paganët, në veçanti perandori Dioklecian, i cili torturon të krishterët, dhe ki Gjergj vendosi që të reziston dhe të banë rezistim dhe i paganëve të mbron krishterizm. Dhe na i pysmin qëfar forme rezistoj. Than aj kur dashti me rezistu, shkoj të perandori i asaj kohë dhe i tha, une nuk e që i dorë për i krishterizm. Dhe ato e burgos, pasi që e burgosën, janun një gurit madh në gjoks, e ki ju lut të krishtit që të ban durim dhe të ngadhnjejnë. E pas asaj, vendosi perandori asaj kohë, që të ban një lloj torture ndaj atij, tortura më e rëndë, që të lidhet për rrote derisa rrota ja çante trupin, e pastaj kur erdhi në tempull perandori Diokleciani që të befasohet kur hin Gjergji i shnosh si molla. Pasi që ai mendoj se ka vdek, ta gjaku i rrëdhte, valë, sa litra gjaki ki pas ka pas. Gjaku rrëdhte, e pastaj ai si molla erdhe hinin palatin e ty.
që ja imponoi paganit perandorit Dioklecian që të pyet kush të shpëtoi ti, ai të përgjigjet dhe ti thot Krishti, i biri Atit, i biri Allahut Azza wa Jall. Këto kej transmetime nuk janë të vërtet. Normal, se umeti jon është dallu me zinxhir të transmetimeve, ka të vërteta dhe jo të vërteta, që nuk e posedon asnjë popull me na pru një zinxhir, qofshin në ta edhe 10 njerëz. Mos flasmi për me ditë historinë e tyre. Pra vitin 303 është besu një Zot, deri atë datë është besu një Zot, si ka mundësi të thot, shpëtoi Krishti. Pas asaj, u befasu perandori asaj kohë, ku di krye generalet e asaj kohë, e braktizin paganizmin, njani i quajtur Antoli dhe qetri Proteleon. Këta të di krye general, i bashkangjitën Gjergjit, dhe o disa oficerë dhe disa ushtarë, që ta idhnojnë perandorin edhe më shumë, e të vendos dhe vendim që ta shtin me një furrë me gëlqerë. E lon mrena e kallin mirë, pas disa qasteve apo e qelin e shofin se ishnosh si molla, s'pe gjejke dhe zarë. Që të pyet ata kush të shpëtoj, prapi e përgjigjet ati dhe i thot më shpëtoj Krishti. E kështu me radhë, deri sa njani pre atinve tha pra ti, mase i po insiston të qëndrojsh në shbesim, a peshe këto të vdekur në gjalli. Edhe ki pas taj ullet gujza si pas këti transmitimi, dhe i lutet Krishtit, e të shkon të merr njanin për dorë dhe të ngrit. E ta i dhnon pas taj perandorin edhe ma shumë. Qka po ju dukën këto? Ha? E pas taj në fund, ta e mbytën. E mbytën kënë ku ke Krishti, ku ke biri Zoti, ku ke Zoti. Ta janë prallat, me gjithata, on e vlen të i ceki për çkak se transmitimet e tyre të tillë. Pra për ata kanë thonë se në vitin 303, ki vdiq duke e mbrojt krishterizmin, pa ata kishe shpalli të shenjt, që çdo vitit të kremtojnë dhe të festojnë, për çështjen e qëndrimit ati që e mbrojti krishterizmin. Na i pyesmi pse 5 maj s'ka përgjigje. Pse 5 maj, pse 6 maj? S'ka përgjigje. Çka ka të baje? Shën Gjergji me Shmitri. Shën Mitri edhe kini prith qetë, i cili si pas atinve me prejar dhe prej Selaniku, dhe qëri nuk ju nënshtrua perandoris të Dioklecianit, edhe a i zgjedhi rrugën e sabrit dhe durimit, që e burgosën ata. E burgosën në Selanik, e pastaj nxënësi i ti i rezistoj një njeriu që quajtur Li e Un, nxënësi i ti quajtur Nestori, rezistoj Dul Pelivan, pra njanit që qile quajt Lije, edhe pse kishte haber me Pelivan Lëk, mirë po kinë mësusi vetë, që ishte në burg u konsultu dhe i dha fuqi, atë fuqi që i dha i biri shenjë, troll. Me rëndësia, kupton, ke rezistoj dhe mbrojti krishterizmin, pra këto di figura i shpalli kisha të shenjë, Shën dhe Mitri, dhe Shën Gjergji, që muslimanat ti përqafojnë dhe të thonjë, kam lindën 4 javë mas Shmitrit, kam lindë 2 javë para Shën Gjergji. E qka Shën Gjergji? Ka thonë si dve në Shën Gjergji, mbaroj mëftofti. E thua që di plaka kishin dalë në bjeshk, duke i këllot dhënë të dhitet e tyre, dhe kur delshin Gjergji i thojnë e pat mëftofti dhe bora. E Shmitri i thot që në Gjergjit a mi jep didit u ha, që këti tregoj këtire plakave a kam shkua laja. E ja pas ka dhonë didit u ha, e bjen borë mas që në Gjergjit didit, e i ngrin këto di plaka dheri sa thuat, me një maltë Kosovës, pa këto dhe tarë tonë, na tregojnë pralla, me një maltë Kosovës, që kanë ka një guri pi për gajka këtire plakave,
dhe gurë për rrës si kur më kanë baktit e tyre që ja ka ngrin e pastaj kur pas ka dal dili, borën e pas ka bo guri. Kja është e çuditshme. Kja një transmetim i krishterëve. Transmetimi i ditë është më i saktë, të cilët thonë se romakët kur kanë kalu prej idhujtarisë në krishterizëm, me veti i kanë kremtu do këto di festë, Shëngjergji fillimi pranverës dhe Shmitri fillimi dimrit. Këto i kanë kremtu dhe kisha është orvat, është përpiq që ti braktisin, s'ka muj. Atere kanë thonë pi bojmë të shenjt në tjesin si kur kanë met kejt festat e qërë. Kja është transmetimi vërtet. A e dini vlezër, prej ka arshin Shëngjergji, prej ka ardhen prej ardhjen e ka prej egjiptianëve të vjetër pagan, të cilët e kanë trashigu prej persianëve, pra prej a gjëja fillon. Shëngjergjin dhe Shmitri. Shëngjergj, ato e kanë kremtu dhe e kanë festu fillimit të nxehtit. Si që dim se paganët e vjetër, egjiptianët e vjetër, besimet e tyre i kanë pas të lidhur me natyrë, dhe kemi tregu për vitin e ri, pse viti i ri festohet ato ditë dhe pse bredhi në mesin e vitit të ri. Pra ato e kanë pas besimin të lidhur me natyrën, e në veçanti me dritën dhe me nxehtin. Para ta kemi thonë se me 23 dhjetor është dita ma e shkurt gjatë vitit. Me 25 dhjetor fillon dita muzgat, edhe ato më kanë mendu se Zoti tyra është smu, e tash ka fillu më përmisu dhe e kanë kremtu deri me 1 janar, dhe pastaj janë gëzu dhe kanë thonë se Zoti jonë ushnosh. Nga se ato e kanë besu Zotin e tyre dritën, e për ata dita kur azgat filloj me jamujt natës, atëre Zoti jonë filloj më përmisu. Pra besimin e tyre, dhe kemi tregu në ato derse se paganët janë të parë që e kanë kremtu dhe e kanë festu ndryshimin e viteve. Dhe ato e kanë festuan në fillim të pranverës. Kur ka fillu nxehti, ato ja kanë fillu pra egjiptianët e vjetër të kremtojnë dhe të festojnë, nga se kanë pretendu dhe kanë mendu se ditën e Shëngjergjit ka fillu krijimi i dunjos. Dhe për këtë arsye kanë pas simbol të fillimit të krijimit vojën, vezë. Nga se ato kanë mendu se voja është para pulës. Pa ata piqe që parashtrohet a voja a pula, kjo ka pra pavi besimi. Ne muslimanët thojmë pula, edhe gjeli pastaj voje me shleper. Ndërsa egjiptianët e vjetër kanë mendu se fillimi ka fillu pi vojës, e pastaj a bon zogi, e pastaj zogi e ka thien vojen, edhe ka dal dhe a bo pull. Dhe simboli tyre ka qenë vojë. Pastaj kanë fillur vezët me shkrujt në ta ëndrat dhe dëshirat e tyre. Filonit si ka dal kismeti, ka shkrujt në vojë, që inshallah këtë vetë më del kismeti. Qetri ka pas një të dashur dhe na jo nuk ka shpajtu, inshallah i ndrohet me një. Këto vez i kanë pas, i kanë varë në penë. Qërrezet e dilit të mëngjesit t'i prekin këto vez, e pastaj të zgjohen ato në mëngjes, të pastrojnë oborin, të i pastrojnë end, të pastrojnë shtëpin, që bereqeti ati vitit mos me hikën prej shtëpive të tyre, dhe i kanë la fëmijët duke lind dielli, dhe ka përdor gjethe të gjelbërta si kur shelna, për çkak se kanë pretendu dhe kanë mendu se pasi që ajo është e gjelbërt, ka shenjë të ri, nga se e kanë besu dhe kemi tregu, kur kemi fol për bredhin prej kana ka anë, dhe këtë manir i kanë pastru fëmijët, janë pastru ato vetë, dhe kanë nu shelna në për shtëpi, që si pas pretendimit dhe besimit të tyre, se magjia ka më ju largu prej shtëpive, rehatia ka me anë në shtëpit e tyre, gjatë një viti deri sa të vine,
viti tjetër. Kjo është besimi egjiptianëve të vjetër, pagan, idhujtar, moshrik, që i kanë adhuru krijesat e Allahut Azza wa Jall, që njëri e ka adhuru pemën, tjetri e ka adhuru diellin, treti e ka adhuru dritën, dhe kështu me radhë, që e kanë trashëguar prej kujt, prej persianëve. E vezë në mëngjes i kanë thi njëri me tjetrin në shenjë lumturi, dhe e kanë thi vezën dhe kanë qenë ka fjalt me vezë, duke mendu se jeta e tyrve ka mu ringjall, si kur veza është ringjall dhe ka bo zog dhe pul. Ki besim si kaloj të qifutët. Ki besim dhe kjo tradit kaloj të qifutët nga se Beni Israilet jetojshin të robërua në Egjipt, dhe pasi shpëtuan dhe kaluan në Palestinë, qifutët e bartën dhe ketë adet dhe ketë model. E pasi që u mbyt, si pas krishterëve qasi që janë mbytën Isai, e birin e Merjemës, edhe pse kemi tregu se nuk është e vërtet, se Isai birin e Merjemës e kanë mbyt, pasi që menduan se Isai biri Merjemës është mbyt, o idhnun dhe hinën në konflikt krishterët me qifutët, dhe preferuan që mos ta kremtojnë këtë ditë. Derisa shejtani ja inspiroi një priftit dhe i tha, ne do ta kremtojmë, pasi që kjo ditë është e shenjtë dhe ne kemi trashëgu prej baballarëve tonë vetëm, do ta bëjmë një dallim me qifut. Çfarë dallimi? Tha vezë të cilët i kemi, do të fillojmë me ngjiros. Me çfarë ngjirem? Me ngjirë të kuqe, që gjenerat pas gjenerate me ju kujtu se qifutët na kanë hak dhe na kanë der gjakun e djalit të Zotit to. Ta do t'i ngjiros me vezët me të kuqe. Dhe i kanë ngjiros vezët fillimisht vetëm me kuq. Me kalimin e kohës kanë fillu të gjelbron vezët e krishterëve, dhe kanë fillu të morin gjira qeqër, që të harrohet krimi që është bombi to. Pra me kalimin e këbatëve të Egjiptit në krishterizëm, e kanë bartën edhe festën e Shëngjerzit dhe Çmitrit me vetë. Pra kjo është fest pagane me vërtet. Dhe për këtë arsye, këto traditat të cilët i kanë bon paganët e vjetër, të njëjtët, model ka qenë dhe është transferu edhe në mesin e muslimanëve, të cilët i ndjekin të qerët pa dituri. Pra vëllezër të ndershëm, si që peshifni se kjo fest është fest pagan, apo ne të kushtimisht nëse pajtomu, gjithashtu se është fest krishtiane, valë muslimanët çka kanë të bojnë me Shëngjerzin, çka i lidh muslimanët me Shëngjerzin, a nuk është e vërtet që ajo që e lidh është vetëm ignoranca, të cilët i imitojmë të qerët pa dituri, si që shifni se fjala Gjergj nuk ka në dinin ton, po edhe shenjt nuk është gjithashtu në dinin ton, nga se në dinin ton, as hoxha, as kush nuk ka të drejt të shenjt të ron kanë të don, apo të malkon dikan të don, të lartëson diken e të ullë të qetrin, po këtë të drejt nuk e kanë poseduan as pejgambert e Allah, nuk e kanë pas të drejt që të shenjtërojnë kanë të dojnë ato, ndërsa këtë të drejt e kanë krishterët, në veçanti priftit. Për ata ne ndëgjojmë para disa viteve që Papa Benedikti XVI e shenjtërojnë papën para ti që ishte papën Gjen Palin e dytë. Pra shenjtërimi nuk është në dinin tonë, para ata dhe Shëngjergji nuk mund të jetë në dinin tonë. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shkoi në Medinë dhe i pa që i fotët që kremtonin një ditë, i zbukuronin shtëpitë e tyre dhe i veshnin gratë e tyre, i veshnin dhe fëmijët e tyre, dhe i pyeti pejgamberi Allahu çka kjo ditë? Tha në këtë ditë Allah e ka shpëtu Musajin prej Firaunit. Çka tha pejgamberi Allahu? Wallahi ne jemi
më të afër te Musai se ju, dhe urnoi pejgamberi Allahut që ta agjerohet dita e Ashurës, ditën kur Musai shpëtoi prej Firaunit, dhe tha pejgamberi Allahut, pasi u transmetu se ka prej qifutëve që agjerojnë këtë ditë, tha pejgamberi Allahut, si që më gjallë dhe një vjetë, ka me agjeru një ditë për para, me ja bashkan gjitë një ditë për para, apo me ja bashkan gjitën një ditë për mas, që me ndryshu sunnetin e qifutëve, pra vlla i dashur musliman, si që po, se kjo ditë feste paganëve e kalua në krishterizëm, dhe kur krishterët e kremtojnë, e muslimanëve ju ka kalu prej kojshive të tyre, duke mos pas parasysh dhe duke mos u fol në këtë çështje që do të shohmi vavon se ka sende që veprojnë këtë ditë, që njeriu që arranojnë krejtësisht besimin dhe e bojnë banor të zjarmit të përërsh. Besimi islam është ngrit në një shmëri. Pa ai cili krijon dhe ai që furnizon është Allah. Është i vetmi që na sjell dobi dhe dëm. S'ka mundësi të na sjellë dobishin gjergje, s'ka mundësi të na sjellin dobi as shelnët, as ujë me itha, as gjo nuk ka mundësi të na sjell dobi, pa i cili sjell dobi është Allahu Azza wa Jall. Pra në këtë ditë i bëhet shirk Allahut Azza wa Jall, ku ka prej tyre të shumë të cilët shkojnë të teqet, shkojnë të varezat, shkojnë të vdekurit dhe ja paraqesin kërkesat e tyre sikur që i paraqiten Allahut Azza wa Jall, dhe teqet dhe ato të cilët cilen në to i përngjajnë sikur krishterëve që shkojnë në kish dhe të prifti ulen karikën e rrëfimit dhe pagujnë qekin edhe i gallzojnë që kanë bon gjuna gjatë vitit, edhe pastoj thot tash t'i shimën që to, mos ban qera se duesh, prap qek me pagu. Për këtë arsye, dini jonë nuk është me prallë, dini jonë është me argumente dhe fakte, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar rrugën e besimit, rrugën që kujt ne kërkesat tona duhen t'ja parashtrojmë. Kujt nevojat tona duhem t'ja parashtrojmë. Prej kujt dojmë të kërkojmë të mirën, dhe prej kujt duhem që të kërkojmë që të na largojmë të keqen. Pra vëllezër të ndershëm, nëse dim besimi jon është tre lloj, që i thojnë tauhidur rububia, njëshmëria në krijim, njëshmëria në adhurim dhe njëshmëria në emrat e Allahut dhe sifatat e Allahut Azza wa Jall. Pra këtë rast këtu dëmtohen dhe preken të tri llojt e njëshmërisë ditën e Shëngjerzit. Sa i përket shirkut që bëhet në tauhidur rububia, është si të thamë se të mirën dhe të keqen s'ka mundësi që të afron askush pos Allahut Azza wa Jall. Pra ato që i lajnë fëmit e tyre mëngjes me lull, me shelnë, çka pretendojnë? Pretendojnë se fëmit e tyre gjatë ati vitit duen që të jenë më të shëndosh. Kush është ai i cili dhuron shëndet? Kush është ai i cili të sëmurin e shëron? A lullet e shelnës? A inthet? Apo Allahu Azza wa Jall? Pra këtu preket dhe cenohet çështja e besimit, njëshmërit në rububi. Gjithashtu preket njëshmëria në adhurim. Ko shumë njerëz, si që thamë, shkojnë në përteqe dhe tyrbe dhe i paraqesin kërkesat e tyre, bojnë tavaf, si kur dërvishet që i kena bashkohon dhe të cilët i kanë zemrët e lidhura me tyrbe dhe teqe më shumë se me Allahun Azza wa Jall. Shkojnë ja paraqesin kërkesat e tyre, si kur që kanë ndodhë në kohën e gjahiljetit para shpalljes së Muhammed. Na transmeton dhe na rëfen Eymen, tregon se mushrikët e Mekës para se dven pejgamberi Allahut me mesazhin e tij, e kishin një ditë të veçantë që shkojshin me një vend të një idhuj i quajtur Bawan. Në këtë vend shkojshin, në komishin pjesë edhe agja e pejgamberit Allahut dhe e farkonin
atë idhuj dhe e fërkonin vetët e tyre. Shkokësini tërvishët, e fërkojnë vorrin, e fërkojnë trupat e tyre. Qëtër çka bajshin? Mirshin kingja edhe dele dhe thershin pran idhujve të tyre. Krishinit dërvishët, ditën e Shëngjergjit, i presin kurban, i bojnë Allahut Azza wa Jall shirk, në përvar, në përteqe, mre për pretekst që tanë vitit i shkohet marë. Pra mushrikët, para ardhjes, se pejgamberit Allah e bani një send të tillë. E afrojshin kurbanem, dhe Allah e ka potencu në Kurani Kerim, dhe prejshin qingja, pran idhujve, mre pretekst se këto kush e han mishin e këti, gjatë vitit s'ka me ka plu as një smunjë. Ko bashin pjesë, mishje pjesë edhe agja i pejgamberit Allahut Ebu Talib. Transmeton Oma Imeni, ash nona e dit e pejgamberit Allahut. Si që dim se baba i pejgamberit Allahut ja kalon një robresh. Ajo robresha ishte Umu Ejmen, që u kujdes për pejgamberin e Allahut deri në vdekje, dhe që qajti pas që vdiq pejgamberi Allahut në vizitën që ja boni Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu anhuma. Oma Imen transmeton dhe thot, më kujtot kur u patën mbledh te pejgamberi Allahut, e qortonin dhe i thonin, çka i botin veti, këtë dunjoja po shkojnë pe festojnë këtë ditin veti, apo don mu tregu se ma i meqër se qerta, këtë krerat njerëz ma të pleq, ma të mirë. Pra hoxhallarët e mushrikëve që i jakon në asaj kohë, këtë po thojnë se ban, ti ki dalë se zban. A don pretendon se keme na pru një fe ma të mirë, se sa kanë qenën baballarët tonë. Tha dhe më kujtojt o Muajmeni, kur hallat e pejgamberit Allahut e qortonin dhe i thonin, o Muhammed, na po frikë mu për ty, se ka me ndodh një fatkeqësi, ka me ndodh një e keqe, se e ki jetu i braktis këta idhull. Kujtohet Bulqizë. Ka viti 2003 apo 2004. Kam qenë Bulqizë, edhe kurbanët ja therin të teqet, edhe të tyrbët. E njani se kishte therën, njani prej vllaznive dhe ka shku një javë, i ka ra flama gjallit tem u që u kejt okolia për sheh, se kingu babën sheh, s'ke artë të teqet qka t'ka gjetë, pra për sheh se si manipulon shejtani me to. Tha pejgamberi Allahut, dola prej dhome, dol pejgamberi Allahut prej dhome, e pas ta ju këthi frikësuar, dhe e pysin pejgamberi Allahut, qka ka pas teje? Tha më ka dal e kam po një njeri i gjatë, e i fuqishëm, i veshëm me bardh dhe më thonë të mos i farko dhe mos i përkrek idhujt. Tha Muajmeni, tha pejgamberi Allahut nuk ka prek idhuj me dorën e ti edhe para pejgamberllokut. Kja që shejtani as bukuron, dëgjoj këtë transmetim. Pejgamberi Allahut çliron me dërgon Khalid ibn Walidit që ta rënon një idhuj i quajtur al-Uzza. Tha Khalid ibn Walidi, vallah, kur kam shku me rënu e kam gjend në brendësin e këti idhuj një shejtan që fliste, që u përgjithte. Shejkhul Islam ibn Tejmija e da tregon për një njeri në Egjipt sufi, i cili la testament dhe emanet që kur vdes on mos lani. Kush do të laj? Tha se do të vi vetën me la unë. Pra disa prej sahabëve i kanë lajt me laqët, ndërsa disa sot e kësaj dite i lajnë shejtanët. Tha për një të imi, vallan, ka një shejtan në formën e ti dhe e ka la, që me qenë a i spro vetëm jo që këso është gjallë, pas prova e ti me vazhdu dhe pas vdekës. Për çka? Dënimi Allahut, për shkak braktisjes Kurani Kerimi dhe sunetit pejgamberit Allahut. Sa harxime ban ditën e Shëngjergjit, sa hidhërime që i ban Allahu, sa shirke ban në këtë ditë, vetëm Allahu i madh e din. Ka një lloj dënimi që Allahu Azza wa Jall ja çon të gjithë që e braktisin sunetin e pejgamberit Allahut. A i kini pa të njerë që janë koprac
me therë një kurban kur t'i len dhe fëmija sa i kushton. Kurbani kushton 50 euro deri 100 euro. Nuk e pret kurbanin se shtrenj, ka me bon babinën që i ka mi kushtu 3 euro. Pra edhe në gjenem hijet me por, edhe ma shtrejt kushton gjenemi se gjeneti Allahu të zogjel. Khalid ibn Walid tha rënova uzën, mbrendësin e saj ishte një shejtan që fliste. Dhe ju e dini ngjanjen e Semiriut, në kohën e Musaj, se si sprovoi popullin e Musajt pasi që Allah i shpëtoi prej Firaunit dhe ja ndërtoi një vit Semiriu që ai nxjerrte zonë. Pika. Pra vllai dashur musliman, këto janë sprovat e shejtanëve që paraqiten tek çdo kush që nuk e njeh dinin e Allahut azza wa xal. Për ata njëri na thot se dibe po thoni s'ban me shku te fallxor ta më njonin e kanë prun shtang, a që unë kam dvetë. Kjo nuk është për të qudit të ato që ka e njohin din, është për të qudit të ato që cilët nuk i din intrigat e fallxorë dhe magjistar. Gjithashtu, një shmëria në asma u sifat, në emrat dhe si cilësit e Allahut azza wa xal, prekat në këtë rast ditën e Shëngjergjit, nga se si që e dim atributet, cilësit e krijuesit, jam veshin kuj krijesave, po dhe ma e çuditshme të vdekurve. Me një zaman kujtojnë Shqipëri 93, pat mi kalu pra një te që mi mledh, do bërdoke që i kalon ati sa shkresa, sa lu që ishin bo. Njani lipke kismet, qetri gjallin e kishte të smut, qetri gjalli s'mi ponon, qetri reja s'me shiqon. Këto kërkesa ja kishin paraqitën teqeve dhe varreve, ma e çuditshme në Egjipt, pretendohet se është një varri Husejni, edhe ato e kanë Bajramin, ditën e Shëngjergjit, pra vinë dërvisha të kamosit, me jo paraqit kërkesat e tyre, me shluka një pare në ta, me lidh dhe një litarën në ta, më fërku para dëvar, që të vjen një doktor bashkohor të ban një punim dhe të vërteton se ati është i vorosër një gomar e nuk është varri Husejni. Shkencëtarisht e vërteton se në atë vend Husejni ka vdekën në Irak dhe nuk e ka po Egjiptin, derisa ato këtë varë e kanë me ondra. Ishte konë me nivel e kështë e po një ondri, se notën me laqët e kishin qunë Kairo. Pra a i vërteton se në këtë vend ka ngordh me një zaman një gomor, edhe ati e kishin pas qitë dhe e kishin voros, që të vinë dërvishët pas kësaj, që të lipin shërim dhe kismet prej gomorit të ngordhur. Pra vëllezër të ndershëm, ne po i përmeni këto që ta dish falit diletin, vlerën e besimit, që Allahu azza wa xal pas 14 shekujve na ka begatu me besim të shëndosh, që pejgamberi Allahu për këta e kish frikë dhe për vetën e ti. Derisa një njeri tha, o zotria jon dhe biri zotris ton, o i miri jon dhe i birit mirit ton, tha pejgamberi Allahu, mos manipulon shejtani me juaj. Thuni atë që më ka thonë Allahu, robi Allahu dhe i dërguar i Allahu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, pra mos më lavdroni, mos më ngreni një pozit, si që ngritën Isaj në biri Merjemit, nuk e lanë rob të Allahu dhe të dërguar, po e banën birë të Zotit. Tha mos më ngreni një pozit ma të larë që Allahu ma ka dhonë. Që pozit? Pa më ka bon për nga meri Allahu dhe për nga meri fundit. Jam robi Allahu dhe i dërguar i Allahu. Pra thuni robi Allahu dhe i dërguar i Allahu. A në njeri të për nga meri Allahu, tha ja Muhammed, nuk ndodhë në këtë dënja, vetëm qka donë Allah dhe qka donë ti. Thot për nga meri Allahu, e gjallëtëni lillahi idla, a më barazove dhe ortak me Allah në bone, a me Allah në bone ortak. Tha thuaj, qka donë Allah wahde, vetëm qka donë Allah në dodë,
s'ka mundësi të ndërhin dikush në ndodhit të cilën ndodh qoftë edhe pejgamber i madh. Pra vëllezër të ndershëm, kremtimi i shëngjergjit është haram dinin Allah, derisa normal se ato që e kremtojnë nuk janë të një pozitës. Disa prej atyre ditën e shëngjergjit vetëm dalin pashë që e kanë pushim, cila dispozitë nuk bojnë asni gjuna qeter, vetëm dalin dhe i bashkan gjitën atyre për shkak se ditën e pushimit e ka ditën e shëngjergjit. Qëria vendimi shariatin biton, ato mas paku e kanë haram. Ka thonë pejgamberi Allahut, nuk është prej meje ai që i përngjet të qerve, nuk është prej meje ai të cili i përngjet të qerve. Thot pejgamberi Allahut me një hadith, men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, ai cili i përngjan një popullit, ai është prej tyre. Ka thonë Ibn Taymija, mos e paku haram, mos e paku haram, edhe pse teksti në kuptimin e parë nën kupton jo besim. Mos e paku haram. Një grup i bashkangjitën dalin ditën e shëngjergjit dhe për të dofru edhe pse s'bojnë gjuna, vetëm dalja dhe shetigja ditën e shëngjergjit, apo zgjimi në mëngjes, ndryshimi jetës së ty, është haram. Disa të qertë ditën e shëngjergjit e kanë ditën e fitimit, biznisit. Në veçanti ato që kanë qingja, në veçanti i rujnë për shëngjergj. Pra qëja dispozita, vendimi shariatit, ndaj atine që i ndihmojnë të qerve në kremtimin e festave të huaja, e kanë haram. Për pos atinve të cilët shesin vez, apo vaj, apo qingja, jo për deni fest të veçan, po e kanë zakon me shitën si kur qdo dit. E pastaj blerë si ven dhe blen vez të aj dhe i ngjiros apo i përdor për shëngjergj, këto nuk kanë gjuna. Pra nëse dë një artikull i veçan përdoret në veçanti për ditën e shëngjergjit, dhe ti i shet, e ke bo pasurin tonë haram. Treta për atinve, edhe pse është më e zbehur se ajo cila vijon, ato që ditën e shëngjergjit i rotlojnë qeremidët. I rotlojnë disa qeremidët që në faka me hise, si vetë qeremidët kënë në qatë anë, edhe nuk erë në faka si kur mu pas pinë qeremidët. Edhe i ndrojnë qeremidët, dhe kështu me radhë ato që i lajnë fëmijët në mëngjes, për më konë ma qnoshëm, edhe pse është një loj shirku i zbehur, kjo rruga e shirku që kena frikë me ronë shirkë ata njërës. Veçanti, nëse pretendojnë se kur dalin rezet mëngjes, del në faka dhe shneti, edhe në këtë rast i lajnë fëmijë, lajnë shelë apo, kjo rruga e shirkut, atë katërtit metodi komp kanë ra në shirk, fjala në shirk do me thonë e kanë rënu besimin e tyre, dhe prej tyre duhet pendim se për ndryshe nëse desin në këtë gjendje të jenë në xhenem për gjithmonë. Qofshin Ramazanli, qofshin namazgji, qofshin haxhiler, cilët janë këto, ato që shkojnë në tirbe dhe teqë, dhe ato që sillen, hinë të spika 7 herë, bojnë hu dhe kështu me radhë, krejt këta janë loje të shirkut që Allahu Azza wa Jall e ka ndalu. Dhe kjo i përngjet besimeve të kota që i ka ndalu Allahu Azza wa Jall, që ne ti përngjajmë popojve qerë. Pra nëse ke kërkes, paraqit që Allahu Azza wa Jall, nga se Allahu Azza wa Jall është i vetmi që meriton adhurimin. Transmeton me një hadith Imam Bukhariu dhe Muslimi, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja drejtoi një pyetje Muadh ibn Jabalit dhe i tha: "Ja Muadh, tha labejka Rasulullah wa sa'dejk."
tha të përgjigjem, jo i dërguar i Allahut. Si urnoni, tha e din cili është haku i Allahut ndaj robëve të tij? E dini cila e drejta Allahut ndaj robëve të tij? Tha po ja Rasulullah. Apo tha Allahu dhe pejgamberi Allahut e di? Tha pejgamberi Allahut që ta adhurojnë vetëm Allahun dhe mos t'i bojnë ortak Allahut. Që ta adhurojnë vetëm Allahun dhe mos t'i bojnë ortaklëk Allahut. Festat që pretendojnë sinqerë dhe tilla kanë mundësi të bojnë në llojet e ibadetit. Pra këtë ibadet Allahu nuk e ka pëlqejë dhe nuk ka urnu. Pejgamberi Allahut nuk ka urnu. Pastaj pejgamberi Allahut tha ja Rasulullah. Pejgamberi Allahut tha ja Muadh, a din cili është haki i robëve të Allahut? Nëse vetëm Allahun e adhurojnë dhe si bojnë shirk, tha i dërguari i Allahut, më mirë e din. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo përgjigj dhe i tha, haki i robëve të Allahut që a ka obligu Allahu vetës e ti është që të i ban banor të gjennetit dhe mos t'i kaplon zjarmi i gjennemit. Pra ato që Allahu të zëvëgjel i bëjnë shirk, qka do me thonë me i ba Allahu shirk? E para prej atinve, shirku a prej mëkateve më të mëdha që nuk falet nëse shkon të Allahu Azzawajal me ta. Nga se ka paralemru Allahu në Kur'an i Kerim se Allahu ka mundësi këtë gjënat mi fal, vetëm shirkun, ortaklëkin nuk e fal. Para ta në Luqmani e këshilloj gjalin e vetë dhe i tha, la ja buneje la tushrik billah, inne shirke le dhulmun adhim. O gjaliem, mos i ban Allahu të ortak, mos i ban Allahu shirk, nga se shirku është prej mëkate më të mëdha. Shirku t'ja zgjeson këtë vepra që i ki bon. Ka se Allahu Azza wa Jall ka zbrit në Kur'an i Kerim dhe i ka thonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, lejnë shrakt, le jahbatan në ameluk. Ti o i dërguari Allah, me i bon shirk Allahut, do t'ja zgjesojsh me edhe ti e këtë veprat. A i cili i ban shirk Allahut, do t'jet banor i gjenemit për gjithmonë. Dhe a i cili i ban Allahut Azza wa Jall shirk, është prej krijesave më të nënçmuara në rrezullin toksor. Ndoshta njëri prej neve ka mundësi me thonë se këtë shinxhergjin e kena trashigu prej baballarve to. Qishta lom atë të cilën e kemi gjetë baballarët tonë kanë qenë ata, si ta lom ne. Allahu Azza wa Jall na ka tregu për mushrikët e Mekës, artësia e vetme e tyre ka qenë se i kena gjetë baballarët në tonë në tonë. Allahu e ka mësu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të thot atinve, qala e walau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi abaekum. Aja është kjo arsia juaj, edhe nëse unë vi me diçka që është ma e dobishme dhe ma udhërëfise për ju se ata që ja kanë lonë baballarët e ju. Pra mushrikët me qka janë arsjetu? Janë arsjetu se baballarët tonë i këra gjithë qështum, të parë tonë në i kanë thonë qështum, haqallarët tonë në i kanë mësu kështum, haqallarët tonë së në i kanë të rejtë vërejqen. Allahu Azza wa Jall thot, a edhe nëse Muhammedi ju ven me diçka që është ma e dobishme për ju? A edhe më te ju arsjetoni dhe vazhdoni, edhe pasi që ju ven argumenti dhe fakti, e pastaj të arsjeton dhe të thojnë, në shumicën e njerëzve po i shofmi se po dalin, pra dhe ne po dalmi me shumicën e njerëzve, që Allahu të thot në Kur'an i Kerim, wa in tuti akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Pra nëse ti shumicës i përgjigjet, ti dije se keme hum rrugën e Allahut, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, delegacioni i parë në zjarr që dërgohet është shumicë, e delegacioni i parë që dërgohet për në xhennet është pakicë. Transmetoni Imam Muslimi që Ademi alayhis salam e urnon Allahu Ademin alayhis salam që ta përcjell delegacionin e parë në xhenem, thot ja Rab sa ti marr, tha meri prej 1999.
999. Një në gjennet, 999 gjennem. Sahaba thënë, ja Rasulallah, cili një është prej neve, cili është ai njëni? Me në paston damanin tonë thëshin, kush janë ato 999? Sahabat kanë qenë të kujdeshëm të jetë njëni prej nimive. Tha pejgamberi Allahut, mos u brengosni, mos u merakosni, nga se 999 prej Gjugjit dhe me Gjugjit dhe një prej juve. 999 prej Gjugjit dhe me Gjugjit, një prej juve. Pra nëse si pozot, se bota i ka 1 miliard e gjis, 999 herë ma shumë popull prej Gjugjit dhe me Gjugjit. Ku janë këto? Ku jetojnë? Si jetojnë? Në inshallah do të flasmi në dersin e arshëm, pasi që keni pas në plan që të flasmi në këtë ders me gjithata, e pom të arsishme që t'i thojmë disa fjalë rreth kësaj feste dhe kësaj dite, që ato që dojnë të ditë se kjo ditë prej ka ardhë, ku e ka zanafilen, cilët që janë pasojet e kësaj dite, po së paku të kemi arsije para Allahut Azza wa Jall dhe t'i thojmë, ja Rab, ne ju kema tregu, ja keni bon bejan se haram është me dal atë ditë, haram me ndrishut me diçka jetën ton të përdiqme, dhe kemi tregu se kjo fest nuk është e jona as fetarisht, as komtarisht, për ata nuk në lidh fare me asgjë, ato që përpichen, tash me lidh me Gjergj Kastriotin, edhe ai nuk ka pi festo, dhe neves në vend tërp fare, me thonë se sa i joni, edhe nuk do t'jet as njëher i joni. Pa mërë parasysh se komtar i qojnë hunat apo i ulin, nga se ato vetë posedojnë argument, datë lindjen e ti e as vendbanimin, as vendlindjen e ti, pa është një figur e përpiluar, e ndërtuar me prapavi politike. Për ata ne predikojmë dinin Allah, si që ta ka mësu Allah, dhe si që ta ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se Allah thot në Kurani Kerim, çdo njani prej jush ka mu pyet, ja ju ki përgjigj filoni dhe alonit, a ki vepru si filoni dhe aloni, po ka mu pyet dhe me thon, a ju keni përgjigj dhe me çka ju keni përgjigj pejgamberëve? Ka pyetja që i parashtrohet çdo kujt, lutim Allahun Azza wa Jall që këta ditë kur në parashtrohet këtë pyetje, të jemi faqebar dhe të dim të përgjigjemi dhe veprat tona të dëshmojnë për përgjigjen tonë, se ne pejgamberëve të Allahut ju kemi përgjigj, nuk je kemi përgjigj njerëzve të vdekur, as teqeve, as tyrbeve, nga se pejgamberët të Allahut nuk kanë ardhur për diçka tjetër, vetëm për të rënu besimet e tyrbeve dhe teqeve dhe të ngjajshme. Pra ki ka qenë misioni gjithë pejgamberëve të Allahut. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allah musliman të vidison dhe të din se çka veprojnë në jetën e tyre, mos të rënojnë besimin e tyre, që të dalin para Allahut Azza wa Jall të rënuar dhe prej veprave të tyre. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.